ka rënur kokë. Kam dashur më me atë, u më nje, dhe guri thatë. Kam pasur shtëpi, u kam njojtur Perëndim. Shqiptare me vargë malet moshatare, zani në porte e paskeruvet, që shpreje gjedo bashe muji. Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Nuk jemi në emisionin e zakonshëm, pasi formati është ndryshe, do të jemi në një familje e cila ka emigruar nga Shqipëria, si gjithë familjet e tjera, tash me arsye dijen, të ardhur nga Kelmendi i Malësisë Madhe dhe të vendosur këtu në Michigan dhe konkretisht në qytetin e Dearbornit. Personi me të cilin do të bashkëbisedoj sot është mbi 100 vjet, që do të thotë jam në një arkiv, në një muzeum shumë i rëndësishëm i traditës dhe i mençurisë popullore, pasi nuk është i shkolluar, është njeri i thjesht, është një person që gëzon shëndet të plot mendor dhe fizik, ka qenë prezent në shumë evenimente, ngjarje të shumta që kanë ndodhur në zonën e Kelmendit. Është me interes, shikues të nderuar, të na ndiqni, pasi mendoj jo vetëm do të sjellim vlera dhe të thënat pa dëgjuara më parë, jo vetëm për vlerat të kësaj zone, por edhe për historinë shqiptare. Kujtesa e këtij të moshuar, shikues të nderuar, do të rrjedhin në gjitha arteret të jetës në përgjithësi, të traditës, kulturës, të jetës në atë vend aq malor, por njëkohësisht do të sjell edhe vlerat e kontributet e të parëve të asaj treve, dhe konkretisht do të flasim edhe për heroin kombëtar, për njeriu që vendosi kufit e veriut Shqipërisë prek Calit. Po më mirë, shikues të nderuar, le të ndjekim këto kujtime që ky moshuar mbi 100 vjeçar do të sjell për historinë shqiptare, për këtë emision që është me shumë vlerë, pasi dihet se shteti shqiptar ka bërë, por jo sa si duhet, e veçanërisht për historinë e vërtet të kombit ton, pasi jemi një komb me shumë vlera. Zoti Ino Dragu, ju faleminderit për kohën që do të kushtoni me televizorin e shqiptarëve të Amerikës. Ju vjeni mik i televizorit shqiptarëve të Amerikës, pasi ju kam pasur mysafirë herë tjera, por këtë radhë ju kam me një shok tjetër, pasi jeni me Shkop. Me shoku. Tash e shoku juaj, të ndihmon Shkopi? Ndihmon Shkopi, mos e paktën urlojin vend. Sa kohë që e përdor? Tash janë 7 muaj po. Ju në Dragu që kini qarë të borën, kini ecur aq shumë në kemb, a të binte mendja se një ditë do ta përdorni Shkopin? Jo, më në përjetisht anë se dua. Po më tashëm të koj, me marë. E do të më dhe i qitë des. Tradita shqiptare e ka se ju urojmë u bëfsh 100 vjetë. Tani ju kini kaluar, gati dhe një 5 vjetë tjera, na e ke borç 5 vjetë. Në më larën, ja u paguaj, së më larën. Po ja u larën tjerve të më pagua të na. Si ndihesh këtu në Amerikë? Shumë mirë. Amerika në ka dasht, Amerika në ka dhanë pare. Amerika në ka afrua. Edhe nuk më flasë keq për jetë tembe për Amerikën. Për sa tjetër jo. E pa mojta. Sa vjetë kini që kini arru këtu? 18 më duket. 17. 17 vjetë? Po, 17 vjetë. 2000 që në ka marrën. Gjatë këtyre viteve që ke qëndruar këtu, a ke shkuar ndonjëherë në Kelmend? Po jo, edhe 6 herë po herë. Edhe me mbarë kom prapë shkoj. A të merë malli për atë vend? Do me vend linja.
Si e përjeton ti largimin nga vendlindja? Jo jetoj këtu, më jetoj më mirë. Shumë më mirë jetoj këtu sa atje. Mirë, po të parët tuaj kanë dhënë jetën, kanë ndetur gjak për ato treva. Për kanë ndetur gjak për tokë, për metan, për atë dhe, e mos me shko tokën shqiptare. Po ne kemi quar tokën pa luftë, edhe ikëm. E nëse, si ke. Më ranë në nura sa i punë, s'kem shty gjanë për tokë, veç. Barabari, së e ajo. Jo më thani katone i lajtë, po tonë në Evropa, tonë dëjonja. A ka në një mënyrë që juve mendoni se me gjithse ne jemi larguar, ato treva t'i mbajnë përsëri gjallë? Kusha të vetarin e tja? Po. Valaj, si fështirë mahet. Me e manë, veç me punë me së ndjo. Po një për t'i vestojnë atje. Po në tu është shpijet e ka te, atje është. Ka pritë sa të dalin për verë atje. I pretej, unë lep me hangër, unë lep me pije, ka ban si punë hotelit. Dali vlaut, të më dragu. E ka bërë aty në Lëpush. Në shpikë që kam punu. Si kujtojt juve sa shtëpi ka pas Lëpusha, Kelmendi në përgjithësi? Unë Vërmoshin e pa me në 30 shtëpi. Vërmoshin? Lëpusha ka 30 vjetë mas Vërmoshit. Në cilin vit? Nuk më kujtojt për se cilin vjetë. Në 1920. Pusha, atë vjetë që më leju, kem dalë Lëpush. Se kem pataj vukën në kohë në zonë e venit, në shpinë të gurit. Po me se jetonit? Me bakti. Vetëm bakti? Po, kanë pasë da tokë, shumë pak tokë atje. E atje në bish, ka pa blej shumë agja. Tokë. Se ke Lëpusha ka kene tanë vuklit. Tanë kanë pa hisë, ka letë me të tukë në maje. Atëre ka në shqitë, e ka pa blej agja për një 30 shpive ta ma tepër. Ka hisë, ma. Na për tokë kem pa bëllë. Kem pa tokë që asë herë në vjetë s'ke mujtë me dalë pane. Bërë shumë, veni shtërguë, në të kohë në Ruma, makinet jo. Kem pa bëllë ka 3 ditë prejlë, në pushet e Shkodër. Në kalë. Në me dalë 3-6 ditë i javë. Atë ku dy pa tjetë më në rrugë e makinës. Shkodë në barë më kohë. Para viteve 25, si kanë siguruar të ardhurat malësorët? Shumë janë kënë të asohënë, se ka pas zeveri fukara ka kënë. Zogu i kanë pasë në ahmet zogu. Ka kënë fukara, ka kënë jasohën. I matjanë. Në ushtarë që ka pajtë ka 6 muhe, 7 muhe. Mretënorë të kanë përna, mretënorë vetëm mretin. Se bajtë të qanë vetëm mretënorë për mretin, për zogu. Si është trajtuar zona juaj gjatë periudës ka qenë pushtet zogu? Zogu ka të 18 vjetë. E si ka trajtuar a zonë? Be huqa, shumë pushtet vështirë. Me të në vërdetë. Nase ishe i vështirë? Po më zogu më ka kontrolisë për ushtarë. Me 7 prikë, 39 ka ardhë Italia në Shqipni. Në kujtojë gjithë herë. A i zogu i kënë në Gërki. E ka ba mu bërë në kanë. I ka bush duqit marit bashkë me zogën në Zelindaren. Me të në ta po këtë maj pari. A se kapim gjallë Gërki në të hanë drejtë që tonë Shqipni. O kanë më vjerësha, në të kohëna. Cilët kanë qenë disa nga njerëzit e dëgjuar të asaj zonës tuaj? Ka pas shkollë, ka pas shumë të qytë. Pa shkollë, pa shakurigram. Të kohën më ka dalë shkolla në të na, arsimtarët. E shumë e interes fjalla që tha t'ju që i kanë qenë pa shkollë.
një pjesë e popullatës. Ne që ka shkollën e met, s'ka se më me madhe. Ne që ka shkollën pa men 5 lekë vjetë. Më të menimi tim është kjo. Po, unë dua të na sjellësh kujtimet tuaja për disa personat në ajo zonë, të cilët sigurisht nuk kanë patur shkollë, por kanë qenë njerëz të mirë. Cilët kanë qenë ata që ju kujtoni? Unë shquet, ka pa gjithë shumë shquet, pa shkollë, pa kur gjanë, që ka drejtuar vetarin, ka drejtuar punë, ka drejtuar serin tjetër, ka këta. Cilët kanë qenë ata? Prekcali ka kente na shumë burri mirë, shumë burra dhjetarë. Ka kënë ndash besnik, ndash trim, sa të duash. Prekcali ka shtunë 4 sahat kufinin në bjeshtje e kuqit. E ai shkjoj thot a bjeshtje e kuqit, janë në emën kuqit. Ky thot e janë bjeshtje e kuqje, se ka ndodhet kuq. 4 sahat metë më kam, ka shtu kufinin. Prekcali ka kënë ardhëtarë. Prekcali në të kohëna ka dasht popullin, e ka dasht dhe popullin e Prekcali. Dhejnë me partinë e punës. Me partinë e punës, partisë punës i ka parë i zanë i zia të ju e të natë, të tanë, që së njohin nanë për nanë, dojnë motën për motën e që kanë kolektiv. Ka kjo ka kanë parola. Ashtu të. Atëna e borgjaj se nuk prenoj me i ban popullin komunist. Për këtë punë. Prekcali. Ka pas në të kona firmat e 7 kralet. Ka më rabilish kja. Në kujtot e të ku ka Italia, njën kënë një 50 vetë. Njën një 50-60 vetë, prej në vërmosh, e në gusinë për me vunë flamonin në Pështinë. O Pështinë i kanë pa thonë, edhe ka vunë flamonin në Pështinë të gusinë, si që mështë të vend të Tërnagora. Sa tokë shqiptare në të kohëna. Prekcali. Po fakti që Prekcalin, partia e punës e akuzon si kur ajo ka qenë pjesëtar në organizimin e luftës që është bërë në Tamar. Se nuk ka ta me ban popullin shqiptar komunist. Prekcali. I kanë ardhë prej Gusinjet, me në ban beslidhe me partinë e punës. E si ka pa pranua. A e ke takuar Prekcalin në njëherë nga afër? Të afër, ku vend me ta si po flas me ty. Shumë atërëtar. Shumë punëtuar për atë dhenë. Trim që me tanë menet nuk ka pushka kokër. Në të kohëna. Po Prekcali ishte nga Kelmendi? Po. Ka Selca, Kelmen. Kelmend, ha? Po, po ishte lanë. A kishte Kelmendi organizim atere? Po, në të kohë nuk ka pas organizim për para partijet. E kanë banigjo Prekcali, nuk ka paso. Bile ka pas vullnetarë, që ka pa i vullnetarë për me mbrojt venin. Unë jo kene hi muaj me ta. Vullnetari i Prekcalit. Bile baba em i ka pa latu e lanë në shpisi hirë. Në vërmosh prejtë pushet e në vërmosh ka shkoj ka latu e lanë në shpisi. Po Prekcalin ti e ke takuar nga afër, çfarë kujtime shëruam? Burri mirë, fjallën e mirë, punën e mirë, adhretar, besnik. Po, a kishte Prekcali mbështetje nga komuniteti i asaj zonë? Po, me popullin ka kanë të nevon, me popullin. Ka pas push me edha në të Kelmenit. Unë ka një njoftën me 7 krala në të asaj kohë. Si ishte i organizuar Kelmendi kur kishte probleme të rëndësishme në zonë? Prekcali ka badasht fort para partisë punë, Kelmeni. Sa kanë punëturi, drejtë e ka badasht. Prekcali Alia, po. Po sa vullnetar kishte? Për dhe që për si numër nuk ja për di veç shumë ka pas. Po të luftë se këto kohë në kur fillon këto punë ka pas. Vullnetar, për me mbrojt venin, si ushtar. Nga cilët e ruanit vendin? Me mbrojt venin që mos marë kushe, mos me vrakonë, mos me maje se punësh.
Po pse nga rrezikoheshit juve? Shkijet Jugoslavi. Jem kënë kufi gjithmonë me ta. Gjithmonë jem vra për me ta. Ata vra, na vra, ata plaçkit, na plaçkit, gja baba ose më në shëtëshojnë. Po mirë, po Prenkcalin këta komunistët e akuzojnë si kur ka qenë në bashkëpunim me serbët. Me serbit? Po. Nuk e di, a me serbit s'ka kënë, se ka kënë anë mikë me serbit. Si e di ju.